Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Jemi duke shpjegu fjalët e Imam Tahawiyut, Allah mëshiroft, i cili ka thënë: la tathbutu qadamul islami ila ala dhahri at-taslimi wal istislam. Këmbët e muslimanit apo të islamit, fesë islame, nuk qëndrojnë forta veç se në tokën e dorëzimit dhe nështrimit. Dhe kemi thënë që sikur kjo libër mos të kishte fjali tjetër përveç kësaj, do të mjaftonte si fjali që tregon bukurinë dhe stolinë e këtij libri, për shkak dobisë të madhe që ka kjo fjali për fenë e besimtarit, fenë e muslimanit. Prandaj, edhe pse e kemi shtjelluar këtë fjali në detaje në derset e kaluara, prap do të rikthehemi dhe do të flasim diçka rreth saj për shkak të rëndësisë që ka kjo fjali. Pra autori po thotë që nuk ka islam veç se me dorëzim dhe nështrim. Po kjo është një çështje e padiskutueshme. Prandaj çdo kush prej nesh që dëshiron me përmirësu veten e tij dhe me përmirësu të tjerët, pra duke i thirrë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, duhet që kësaj teme të rikthehet vazhdimisht. Pra kjo temë do të di që kjo temë po meriton që vazhdimisht të rikthehemi, të fokusohemi në të dhe të flasim rreth saj. Pra tema e dorëzimit për Allahun edhe dorëzimin po para Allahut edhe para fesë Allahut, shpalljes Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo çështje për disa njerëz ose për shumicën e njerëzve është një çështje problematike ose i cila shkakton dilemë për shkak se kanë shumë vështirësi me realizu. Dhe arsyeja për këtë janë disa rryma të shumta që janë përhap, të cilat pra i glabrojnë edhe i kapin njerëz, qofshin rryma që kanë bëjnë me akiden apo rryma ideologjike e kështu me radhë, të cilat sot po dhajnë mund të madh përpjekjen shumë që me dobësu të muslimant këtë çështje, pra dorëzimin e nështrimit para shpalljes. Dhe kjo është në realitet që nuk ka nevojë që ne të studiojmë dhe të hulumtojmë shumë rreth tij për me e ditë dhe me arrit me e kuptu. Për arsye se Zoti në Allahu subhanahu wa taala na ka treguar se armiqtë e Allahut prej besimtarëve i kushtojnë më shumë të rëndësi kësaj çështje, pra që besimtarët me largu prej fesë Allahut subhanahu wa taala. Siç ka thënë Allahu në surën Bakara: wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yuruddukum an dinikum in istata'u. Ata vazhdimisht do t'ju luftojnë juve derisa t'ju largojnë prej fesë juaj nëse kanë mundësi. Po ashtu në surën Nisa thot: waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Ata dëshirojnë që ju të mohani ashtu siç kanë mohuar ata, dhe ashtu të jeni pra të njëjtë dhe të barabartë me ta. Po kjo është një çështje për cilën na ka tërhequr veten Allahu subhanahu wa taala, i cili është i gjithdijshëm dhe i mirë informuari. Prandaj nuk kemi nevojë pra që thamë me hulumtu shumë për me arrit deri te ky përfundim. Dhe siç e dim, pra ata kanë tentuar dhe provuar që mi largu njerëz prej fesë Allahut subhanahu wa taala në formë direkte, po me dhunë. Mirë po kanë dështuar në këtë gjë. Mirë po në kohën e sotshme, po përpjekjet janë, dhe kjo ka filluar për një kohë, para shumë kohësh, po përpjekjet e tyre fokusohen që me dobësu këtë çështje, pra në zemrën e muslimanit, në dorëzimin dhe nështrimin para Allahut. Nga se si rezultati i kësaj, pra nëse arrin ata me realizu këto, është që Islami në zemrat e atyre që i dëgjojnë fjalët e armiqve të Allahut subhanahu wa taala, bëhet një islam i zbrazur prej përmbajtjes së tij. Pra një islam i zbeht, pa ngjyrë, pa shije dhe pa aromë. Islam i cili nuk ka akide, nuk ka punë të vepruar, nuk ka bindje dhe nështrim ndaj Allahut subhanahu wa taala, nuk ka dashuri dhe urrejtje për hir të Allahut e kështu me radhë. Asnjëra pikë këtyre gjërave po nuk ekzistojnë në zemrën e atij muslimani i cili dëgjon fjalët e tyre. Dhe kjo është një gjë për cilën ata punojnë ditë e natë. Edhe vazhdimisht po ngrisin kurtha dhe intriga që më realizu këtë gjë. Prandaj, pra, të gjithë ne si musliman duhet
të kemë njohuri dhe detyri pra të detajuar e të hollësishme për këtë çështje. Secili prej nesh pra ka dëgjuar diçka dhe din diçka rreth aktivitetet që kanë këto rryma. Për shembull rryma racionaliste apo moderniste, apo liberaliste apo ateiste, apo domethënë tjera të ngjashme me këto. Orientaliste dhe tjera pra që sillen rreth tyre. Po çdo kush që ka sa do pak njohuri rreth këtyre rrymave e din vërtetësinë dhe saktësinë e asaj që po e themi. Pra ata i kanë dy qëllime, të cilat kërkojnë me realizu dhe me arrit që me dobësu musliman përmes tyre. I kanë dy qëllime që pra ata këshyrin me realizu. E para është me largu, me heq shenjtrinë e shpalljes. Po me heq shenjtrinë prej shpalljes. Me dobësu hakimien e shpalljes, pra që shpallja me qenë gjykatëse. Edhe me fshi autoritetin e kësaj shpallje. Po mundon me shkatru fuqinë e shpalljes të Allahut subhanahu wa taala. Pra ata tentojnë që shpallja që është mos më kanë gjykatësi i jon ose gjyqtari për neve. Mos më pas pra atë autoritetin mbizotrues për çdo gjë. Pra nuk e dëshirojnë këtë gjë për shpallën. Ata dëshirojnë që kjo gjë mi ju dhanë ose mi atribu mendjes apo realitetit, aktualitetin cilin jeton. Pra ai i cili gjykon është mendja ose realiteti, aktualiteti. Ose këto dyja mundën mi përmbledh me një fjalë tekat edhe dëshirat e tyre. Po gjykatës me qenë dëshirat e njerëzve, tekat e tyre. Dhe qëllimi i dytë që dëshirojnë me realizu është që me arrit deri aty që me largu imunitetin, pa cenueshmërinë në kuptimin e argumenteve fetare. Pra sipas tyre, argumentet fetare janë të nështruara ndaj çdo kuptimi dhe domethënie. Nuk ka ndonjë tekst fetar veç se i nështrohet çdo interpretimi dhe shpjegimi. Po çdo gjë mund të interpretohet dhe shpjegohet sipas dëshirave dhe tekave të tyre. Pra ata kërkojnë që me realizu këto dy qëllime dhe synime që kanë vendosur vetes së tyre. Po e para është që është me dobësu faktin që argumentet vetare me qenë gjykatës gjyqtar për njerëzit. E kjo i bie pra që ndërlidhe me temën tonë me dobësu të musliman dorëzimin e nështrimin ndaj Allahut dhe dorëzimin e nështrimin ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Krahas saj pra që është dëshirojnë që me dobësuat pacenueshmërinë apo imunitetin e argumenteve fetare, po kërkojnë që të murin cilën e kanë muslimanët, po për argumentet fetare, që domthon askuj nuk i lejohet me të i kalu këtë muri. Edhe pra që me interpretu argumentet fetare sipas dëshirës së tekave të tij, ata mundon që çet muri me rrënu. Po me largu çet imunitet apo pacenueshmëri që kanë argumentet fetare dhe po me kalu këtë muri apo me rrënu edhe pastaj pra mi kuptu argumentet fetare siç dëshirojnë ata. Edhe siç përmendet njëri prej këtyre zindikave, po që janë bashkuar mirë po ka vdek para disa viteve, po anë nga bota arabe, kur ka ardhur te ajeti në surën Nur, ajeti 31, ku Allah subhanahu wa taala tregon se pra se gruaja do të mbulohet. Allah bën i përjashtim thot illa ma dhahara minha, pra i lejohet me zbulu vetëm ajo që duket prej rrobave të saj. Po çfarë kanë shpjeguar dietar, rrobat e jashtme kështu më radh. Apo po ka dhe interpretime tjera që kanë ardhur pisave. Kanë thonë ajo që kuptoj unë prej këtij ajeti, edhe mua më takon që me kuptu siç dëshirojnë në ajetin. Po kam këtë drejt. Atëherë ka thonë që ajo që po kuptoj prej ajetit është që grua si lejohet me zbulu çdo gjë pi trupit saj përveç avretit të madh. Përpara dhe mbrapa. Krejt pi trupit saj lejohet me zbulu se këtu Allah po thotë illa ma dhahran minha përveç asaj që duket prej trupit saj. Po i lejohet çdo gjë me zbulu. Ka son kështu po e kuptoj ajetin edhe që është pra sipas i un kam drejt me kuptu sipas dëshirave ose tekave të mia. Dhe po kështu e kuptojnë se si ata pra i shtrëngrojnë ose i keqe ndërtojnë tekstet e Allahut subhanahu wa taala, ose që është më lart pra qëllimi i tyre është që gjykatës në këto çështje të jenë dëshirat, jo tekstet fetare.
Dhe mjetet që i përdorin ata për të arritur këto qëllime janë të shumta, mirë po ne do t'i përmendim 3 më kryesore. E para është që ata e sulmojnë shpalljen si referencë. Në parim pra, thonë shpallja nuk do t'jetë referencë për njerëz. Edhe ata do thotë për me arrit këtë qëllim përdorim metoda dhe mjete ndryshme. Nganjëherë sjellin dyshime rreth vetë Kuranit, saktësisë së Kuranit, apo dyshime rreth leximeve, kirajeteve të Kuranit. Apo nganjëherë sjellin dyshime rreth saktësisë së sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po, suneti me son fare nuk është i saktë ose autentik. Apo nganjëherë pra sulmojnë librat për nga pra i marrum hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E mos të përmendim domthonjë akuzat ose sulmet e tyre goditjet që ja bojnë pra haditheve që janë ahad. E që janë shumica haditheve të pejgamberit, shumica e haditheve në sunet e mëson janë të këtilla janë ahad. Po një pjesë shumë e vogël janë mutawatira. Pra përpara ka qenë që na më morë edhe më poshtë të disa prej bidaxhive sekteve që atribuonin Islamit kanë thënë që këto hadithat ahad nuk sjellin bindje, sjellin vetëm hamendje. Ndërsa këta zindikat bashkëkohor, këta fare nuk i pranojnë pra hadithat ahad për të argumentuar me to. Ka sa dhe në hadithat edhe i refuzojnë fare. Pra fare nuk i pranojnë ato, aq më pak që të thuhet se sjellin pra mendim apo hamendje. Pra këta cilët i takojnë këtyre rrymave janë të shumta, po ka rryma që është po më lart të shumta, të cilët janë aktive dhe punojnë në këtë drejtim për këtyre zindikave. Për këtyre për shembull janë ata heretikët ose zindikët e njohur që quhen Koraniyun, po të cilët nuk e pranojnë fare sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po ata para se me mohu sunetin e pejgamberit ata kanë mohu vetë Kur'anin. Po kemi që shamba rryma dhe sekte tjera ose ideologji tjera devijuara dhe të humbur, që për këtyre rrymave që thamë që janë modernistë ose racionalista, kështu më radhë, pra që janë të njohura për neve. Mjeti i dytë që e përdorin është se ata pra e sulmojnë ose akuzojnë kuptimin edhe aludimin e argumenteve fetare. Pra, ka mundësi që në të kaluarën, pra sulmet kanë qenë të drejtuara nga aludimet ose kuptimet e argumenteve teksteve fetare. Mirë po këta që ato sulmet e mëqme i marrin dhe i shfrytëzojnë në mënyrën më të mirë. Siç është njëra prej premisave që kanë përdorur zindikat çështmatim, që e përmend për shembull Islami ibn Taymija, e që thonë se pra e përmendon më lart që tekstet fetare pra sulmojnë ose akuzojnë faktin që tekstet fetare që pra të Kuranit, Sunetit da sjellin bindje. Po thonë ato nuk sjellin bindje, nuk i japin njeriu të bindje, mirë po më shumë që i japin njeriu është vetëm hamendje. Edhe siç e dim, pra kjo është një përfundim në cilën kanë arritur disa prej kelamistëve. Mirë po këtë përfundim në cilën kanë arritur disa prej kelamistëve, pra tham, janë mundu me shfrytëzu këta bashkëkohët, janë mundu me shfrytëzu në mënyrën më të mirë. Mirë po kësaj pasaj kanë shtu edhe do thonë disa për teorive heretike zindikëve tjera të shumta. Për këtyre teorive e quajnë teoria vdekjes së autorit. Pra çka është qëllimi i kësaj teorie vdekjes së autorit? Thonë autori ose ai që ka folë me disa fjalë, lidhja e fjalëve të tij me autorin përfundon në momentin që këto fjalë arrin te lexuesi. Edhe nëse është shpallje prej Allahut subhanahu wa taala. Edhe nëse është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lidhja e fjalëve me folsin pra përfundon në momentin që arrin te lexuesi. Pastaj pra lexuesi ka drejt me shpjegu ato fjalë sipas dëshirës së tij. Jo sipas dëshirës apo qëllimit të autorit. Prandaj pra atij i takon ose i lejohet me kuptues siç dëshiron ai, po fjalët e atij që ka folë me ato fjalë, me kuptu këtë rast pra fjalët e Allahut, tekstin e Kuranit siç dëshiron. Nuk ka kurfar pengese, as nuk ka kurfar autoriteti që e pengon prej kësaj gjëje. Pastaj mundu me has edhe një teori tjetër rreth cilës flasin shumë, e që thonë teoria e tekstit hapur.
Po çdo tekst është i hapur për çdo interpretim. Kur po themi këto çdo interpretim, atëherë përfshin të gjitha interpretimet, të gjitha shpjegimet pa kurfar përjashtime. Pra ata cilët e kanë këtë teori, po vazhdimisht bojnë thirrje përmes këtyre kuptimeve që janë të pranueshme në mesin e njerëzve. Pra njerëz kur thu teoria e tekstit hapur, pra mundet më interpretuar si çdo tekst, po me gjitha llojet interpretive njerëz pra ju duket kjo si diçka tërheqëse dhe e pranojnë ato. Po sipas tyre, çdo kuptim i dikujt për njerëzve mundesh me ia dhënë një teksti caktuar fetar. Pra interpretimet janë të hapura, edhe nuk ka ndonjë kuptim ose domethënie që është e palohatshme, pra që duhet e pranuar edhe që nuk duhet të largohemi prej saj. Po ti kupto prej teksteve aq si dëshiron ti. Edhe nëse aludimi i tekstit, po siç ka në bazat e fikut është nas. Pra nas është kuptim, aludim tekstual, por që nuk përmban kurfar interpretimi të tërë, përveç kuptimit që jep teksti. Këta thonë jo, çështja nuk qëndron kështu. Edhe nëse teksti është i kthill, pa aludimi i tij është tekstual, prapë është i hapur për gjitha mundësitë e interpretimeve. Ti mundesh me kuptuar siç dëshiron. Pastaj mundu me has edhe një teori tjetër, po që e lexojnë për ty ose dëgjojnë për tyre, që nuk është shumë larg për këtyre dy të parave, e që e shohin teoria e kuptimeve gejzer, kështu e shohin ato. Po të nxehta ose kuptimeve gejzer, po që vazhdimisht dalin edhe gurgullojnë. Po çfarë është kuptimi i kësaj që e thonë tekstet fetare, pa sa i përket të shqiptuarit ose të lezuarit të tyre, po si tekst janë të pranuara, pra janë nuk ndryshojnë, janë të pandryshueshme. Mirë, pa sa i përket kuptimeve, domethënë tyre ato ndryshojnë vazhdimisht. Po sikur që është ato burimet e gejzerëve që vazhdimisht qesin ujë të nxehtë. Pra kuptimet sipas tyre vazhdimisht pra evolojnë. Një kuptim cilën e ka ose një shpjegim cilën e kanë kuptuar pra pi Kuranit apo Sunetit para 1400 vjetë, thonë nuk është e saktë dhe e pranuar që ne të vazhdojmë ta shpjegojmë Kuranin me të njëjtën shpjegim ose me të njëjtën tefsir. Ka se kuptimet pra domethënë vazhdimisht burojnë, vazhdimisht dalin. Sigurisht se ajo avulli i nxehtë që dal prej burimeve të nxehta ose aty në burimeve pra që e dim si gejzera që. Pra ata në kaluarën e kanë kuptuar në mënyrë të caktuar në tekst, pe Kuranit apo pe hadithet. Mirë po sot kanë lindë dhe kanë dalë, kanë buru pra kuptime të reja. Pas 100 vjetë ka mundësi që dalën dhe kuptime tjera, pra njerëz kanë pasaj kuptime të reja me cilën e kuptojnë Kuranin e Sunetin dhe kështu me radhë. Pastaj gjithashtu mundum me hasa me dëgjuar edhe për teori tjera, për cilat flasin shumë. Për tyre është thonë teoria e historisë së tekstit. Kjo është kuptimi i kësaj. Po thonë tekstet janë të gjykuara në bazë të historisë së tyre. Bazë të historisë në të cilën janë thënë këto tekste, në bazë të kohës edhe vendit ku janë thënë. Prandaj, sipas tyre, nuk është e saktë themi, por kjo është rregull në bazat e fikut, që ajo që merret në konsiderat është kuptimi i përgjithshëm i tekstit, jo arsyeja specifike. Kjo është rregull e njohur te dietarët. Ata thonë jo e kundërta është. Ajo që merret në konsiderat që është e rëndësishme është arsyeja specifike, jo kuptimi i përgjithshëm. Po këto tekste ju kanë drejtuar sahabeve. Po në kohë caktuar, para 1400 vjet. Ku ju kanë drejtuar në Mekë ose në Medinë? Atëherë thonë çka kemi lidhje ne, do thonë me kuptimin ose me interpretimin që ka qenë, shpjegimin që ka qenë te sahabët. Na nuk kemi kurfar lidhje me gjithë këtë. Po ne e kuptojmë pra, ashtu e kuptojmë të tekste ashtu siç e kuptojmë çdo tekst tjetër historik. Qoshen edhe ato tekste tjera historike mite që kallëzohen, që tregohen. Edhe këto tekste fetare i kuptojnë, pra siç e kuptojmë çdo tekst tjetër historik. Pra nuk përjashtojmë asnjë mundësi tjetër, ashtu që i kuptojmë gjitha tekstet historike, që ashtu i kuptojmë edhe tekstet fetare. Pra ato hinë në këtë pikpamjen tonë, që edhe tekstet fetare i kuptojnë në njëjtën mënyrë që i lexojnë ose i kuptojnë tekstet tjera historike.
që është thamë qofshin ato tekste tjera historike si pralla, si mite që kallëzon dhe tregon. Çfarë i kuptojmë këto? Për shembull, nëse lexojmë historitë e pejgamberëve, atëherë i lexojmë sikur se i lexojmë çdo tjetër libër tjetër historik. Edhe pra gjykojmë për të me të njëjtat mjete, të lumtimet dhe studimet që gjykojnë për tekste tjera historike. Prandaj pranojmë dhe refuzojmë çfarë dëshirojmë prej tyre. Pastaj gjithashtu kanë sjellën një teori tjetër, cilën pra këta pretendojnë ose e përkrahin, e propagandojnë shumë që thonë teoria që hakimia i takon që është më lart pra realitetit, jo tekstit. Pra ai që gjykon te njerëz është realiteti apo aktualiteti, jo tekstet fetare. Po kuptimi i kësaj është që ajo që duhet të jetë kriter për kuptimin e teksteve fetare është realiteti ose aktualiteti ku jetojnë njerëzit. Jo gjuha arabe, për shembull, në të cilën ka zbrit ose sipas cilës ka zbrit po shpallja. Gjuha arabe e cila ka ekzistuar në kohën kur ka zbrit shpallja. Dhe gjithashtu nuk do të jetë sipas tyre kriter kuptimi i selefit, kuptuarit e selefit, gjeneratave të para. Asnjëra prej këtyre fare nuk merren në konsiderat. Mirë, po ajo që është si standard dhe kriter për kuptimin e teksteve fetare, pra është aktualiteti. Në ndritën e aktualitetit ne i kuptojmë tekstet fetare. Bazë kësaj, pra, ata nga thonë se këtu kuptime dhe domethënia pra vazhdimisht ndryshohen edhe ndrohen varësisht në dhënave të kohës. Për shembull muslimani, po emri musliman, me cilën u quajt dikush në kaluarën, e ka pas një kuptim të caktuar. Po ashtu edhe emri jo besimtar, emërtimi jo besimtar të kaluarën, pra ka pas një kuptim të caktuar. Kur i është thënë dikujt musliman ose jo musliman, pra këtu ka pas pa kuptime domethënie caktuara, qëllime të caktuara, ndërsa sot nuk ka kur farë pengesë që ne me rishikua edhe një herë këto emërtime. Edhe këto emra pra me gjyku për të në bazë të dhënave të kohës, në bazë të realitetit ose aktualitetit në cilën po jetojmë. Prandaj e kuptojmë pra islamin edhe ose përshkrimin cilësi që japin muslimanit me një gjë tjetër jo që është kanë qenë të kaluar. E njëjta pra thonë veprojmë edhe me jo besimtarin ose mosbesimin. Po cilësitë kush është jo besimtar, për shembull, jo musliman e kështu me radhë, mundu me përshkruaj pra me një gjë tjetër jo që është kanë qenë të kaluar, ose kush është i thtarë i librit e kështu me radhë. Po kështu po e shohim që kjo është një herezi, pra një zëndaka e pastër, e kulluar, është po një devijim i qartë. Edhe dohon është një fatkeqësi e mëdha që i ka goditur shumë për njerëzve sot. Sidomos nëse këto ja shtojmë edhe mjetin e tretë, që mbetu me përmend e që është se shumë një grup për i këtyre pretendojnë që ata kanë afërsi, janë afër dietarëve, janë afër dijes të fesë, janë afër fikut. E rreziku i tyre është edhe më i madh. Ka sa këta mundohen që ato propozimet e tyre mi zgjidh përmes, po dyshimet e tyre fjala, propozimet e tyre mi zgjidh përmes terminologjisë fetare. Po përdorin terma ose fetare për me te i kalu, që është thamë, që pushtetin ose autoritetin që e ka teksti po të musliman, pra që të hakimien që do të me pas argumenti. Pra ndaj, kur diskuton me ta për shembull thotë që unë nuk jam shumë larg teje. Po edhe unë jam afër aty, edhe unë dohon kam pra të njëjta qëllime ose të njëjta synime sikurse. Prandaj për shembull ata fokusohen te objektivat fetare, që quhen maqasid dosheria, objektive fetare, ose te interesat, al-masalih al-mursala për shembull, interesat e lira që i kalon feja, ose tejsiri, lehtësimi që e ka bë feja, ose domosdoshmëria. Krejt këto kanë bëjnë, po se janë për terminologjisë fetare, edhe i kanë bazat fetare, mirë po gjithashtu do të me ditë që i kanë edhe kriteret, se si do të me kuptu ato. Edhe nuk ka kundërshtim mes këtyre dyjave të dietarët e fesë, apo dietarët e fikut. Po nuk ka kundërshtim mes objektive fetare dhe lehtësimit që ka sjell feja, edhe mes argumente fetare. Mirë po këta janë njerëz që janë njerëz më të lartë prej në vepruarit në bazë të kritereve që i kanë sjell dietarët në këto çështje. Po janë njerëz që qëndrojnë më së larti ose largohen më shumë të prej kthimit të bazat e fikut. Madje shumica e tyre edhe e luftojnë këtë gjë ose këtë çështje, por nuk e pranojnë. Nuk dëshirojnë, kur t'ja u përmendsh këto kriteret, ata i refuzojnë edhe
po nuk i dëshirojnë ato. Po qëllimi i tyre është vetëm me hedh hi pra në sytë e njerëzve, jo më shumë. Pastaj ka mundësi që me sjell edhe terma ose fjalë, pra që nuk janë fetare, mirë po që janë të pranuara që qarkullojnë mesin e njerëzve. Pra, sidomos tash për mes rrjeteve sociale kështu më radh, për shembull e quajnë ruhu sharia, shpirti i fesë. Ti për shembull i thu argumente fetare është kjo se ai për këtë çështje, thotë mirë, po shpirti i fesë tregon për të kundërtën e kësaj. Dhe shpirti i fesë, po që na jep feja të shpirtin ose lehtësimin, është shumë më i fortë pas se sa një argument i vetëm pi Kuranit apo pi Sunetit pjesë. Kjo vërtet është një fatkeqësi e madhe, me cilën unë godit disa. Imam Ali ka Allahu mëshoft, kur i shton atij për një person, pra është pyetur rreth një personi që kur i thuhet ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai thotë ka thënë Ibrahim an-Nakhaiu. Po kush ka qenë Ibrahim an-Nakhaiu? Ka qenë tabi, pidjetarëve më të mëdhenj tabinëve, po është edukuar në shkollën e sahabëve, shokët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Prandaj edhe ne jemi të bindur se çdo mendim që ka thënë Ibrahim an-Nakhaiu ka thënë me ijtihadin e tij. Po qëllimi i tij ka qenë me pasu shpallën, me pasu të vërtetën. Mirë, po megjithatë, cila ka qenë përgjigjja e Imam Malikut për këtë person? Ka thonë personi i tillë, por që lën fjalën e pejgamberit për fjalën e Ibrahim an-Nakhaiut, ky do të pendohet. Po do të kërkohet prej tij mu pendu. Nëse nuk pendohet, atëherë thotë ai dohet të ndëshkohet. Qysh ka mundësi pra që fjalët e pejgamberit mu kundërshtu me fjalët e dikujt, qoftë edhe nëse është prej dietarëve të tabinëve. E çfarë do thoshte Imam Maliku nëse do të arrinte kohën tonë, edhe do të kishte pra punë ose domthonë do të kishte kontakt ose diskutim me këta njerëz. Pra, kjo është feja jon, kjo është feja islame, që kemi shpjeguar deri tash. Qysh na ka mësuar Allahu, wa umirna linuslima li rabbil alamin. Jemi urdhëruar që të dorëzohemi në shtrohemi Zotit të botëve. O yusallimu taslima, pra cilësia e besimtarëve që të nështrohen plotësisht gjykimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po kjo është Islami, i bind Allahut, i bind pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo përgjigj Allahut dhe të dërguarit e tij. Kjo është feja e Allahut subhanahu wa taala. Po më ka për dietarin Allahut dhe pasuat që e ka zbrit Allahu. Siç thotë Allah, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Pasojeni dhe ndjekeni atë që është zbritur juve prej Zotit juaj. Po kjo është feja e Allahut. Kush don me qenë pjesëtar i kësaj feje, atëherë mirë se ardh, por kjo është feja e Allahut. Padalë kështu na urdhon Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dorsa kush nuk don me pasu këtë fe, atëherë do ta dëmtoj vetëm veten e tij. Ai nuk e dëmton Allahun subhanahu wa taala fare. Po kjo është ajo që e kanë ditë, kanë kuptuar dhe kanë zbatuar Islamin këtë mënyrë, po me zbatimin e saktë dhe të vërtetë, ose kanë zbatuar këtë mënyrë ata që kanë zbatuar Islamin në mënyrën e vërtetë dhe saktë, por që janë shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Prandaj nëse ndalim edhe meditojmë rreth gjendjes së tyre, e shohim se si ata vërtet ju kanë dorëzuar në mënyrë të pastër, të kulluar, pa kurfar hezitimi, pa kurfar dyshje, dhe pa kurfar kundërshtimi ose me kundërshtime, pa kurfar kundërshtimi, po ju kanë dorëzuar Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po feja atyre ka qenë e bazuar në dorëzim dhe në shtrim të plotë. Për shembull, siç transmetohet te Muslimi prej Aliut radhiyallahu anhu. Po këtë na tregon Ebu Hurajra në hadithin që flet për çlirimin e Khayberit. Po kur pejgamberi sa më ka dhënë flamurin Aliut radhiyallahu anhu, ka thonë imshi wala taltafit hatta yaftah Allahu alayk. Dhe mos u kthe mbrapa derisa Allahu ta mëson me çliru Khayberin përmes teje. Ebu Hurajra tregon thotë Aliu eci pak radhiyallahu anhu, pastaj tha u ndal. Edhe fare nuk u kthy. Mirë po, e ngriti zërin dhe i tha pejgamberit sa ja Rasulullah ala madha uqatilu. Moj dërguar Allahut, për çka ti luftoj ata? Pra, çfarë veproi Aliu? U ndal. Edhe ngriti zërin, mirë po nuk u kthye për me pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do të shumica prej nesh për këtyre fjalëve të pejgamberit do ta kuptonte që qëllimi ka qenë mos u kthe, domethënë mos u preokupo, mos u angazho për qëllimin me cilën turnova që ti me realizu pra. Ose që po dërgoj ty, po mos u preokupo me gjëra të tjera, mos u kthe. Mirë po peshore me cilën kanë peshuar sahabët kanë qenë tjetër. Po ka qenë që është tham dorëzimi plot.
Po në këtë rast Aliu fare nuk u kthye. Edhe ne jemi të bindur që Aliu radiallahu anhu pra nuk u kthye fare derisa e ka realizuar atë me cilën e ka dërguar se ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por ne jemi të bindur për këtë gjë për arsye se përderisa ai kur ka dashur mi fol pejgamberi sallallahu nuk u kthy fare, atëherë kjo tregon se ai derisa ka mësuar Allahu me shliur Khayberin nuk u kthy fare. Pastaj e kemi rastin e Uthman ibn Talha, i cili ka qenë kujdesari i Qabës. Siç ka ardhur te Musnedi Imam Ahmedit, pra ka kërkuar pejgamberi sa për timi ia dhon çelsin e Qabës, nga se pra qëllimi ka qenë që ose dëshira për jasëm ka qenë që me hi dhe mu falë Qabë. Edhe ka shku këtë të nënë ati, pra Uthman ibn Talha dhe ja ka kërku Qabën, mirë pa ja ka refuzu. Ja ka kërku çelsin e Qabës, mirë pa ja ka refuzu. Allah e din mas miti, cila ka qenë arsyeja saj. Mirë po këj ka thonë, ose kemu ma dhonë çelsin, ose e nxjerra shpatën prej vendit, prej këllëfit që. Pse? Ka se ka thonë, kjo është urdhën i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Patjetër do të mos zbatuar ashtu siç ka thënë pejgamberi, ashtu siç ka urdhëruar. Gjithashtu e kemi edhe ngjarjen e betejës së Uhudit, që transmetohet po ashtu te Musnedi Imam Ahmedit. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas betejës ka filluar me kërku të vrarët edhe të plagosërit e muslimanëve. Thotë edhe ka pa një grua duke vrapuar, duke ecur shpejt drejtim të vdekurve, drejtim të vrarëve. Edhe pejgamberi sa nuk ka pas dëshirë që ai mi pa të vrarë të muslimanëve në atë mënyrë. Edhe i ka thonë sahabeve, shko dhe ndaleni. Edhe Zubejri thot, e vrejta prej larg që ajo është nana ime, Safia. Edhe shpejtova, edhe qëndrova para saj, që me ndalë, ashtu që është na urdhënoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po thot, ajo ka godit në krahërorin e tij dhe ka qenë grua shumë e fuqishme. Ka godit edhe ka largu. Edhe ka thonë largohu për meje, mos pas nën. Edhe ka vazhduar. Pra qëllimi i saj ka dashur me shku te Hamza, te vllai i saj. Mirë po Zubairin këtë rast i ka thonë, pejgamberi sa na urdhoi me këtë gjë që bëhet ndal. Po kështu urdhën i tij. Edhe momentin që e ka dëgjuar që kështu ka urdhëruar pejgamberi sa më thotë ai më një herë ndal. Po nuk ka pas dallim te sahabët, a është gjendje pikëllimit, a është gjendje brengës ose sprovës, kur i ka ardhur pra urdhni i pejgamberit sa më një herë e kanë zbatuar. Po këtë çështje ka vendosur pejgamberi sa më të rukry. Po çfarë vepra ajo më një herë ndal. Edhe ja dha këtij, po 2 rroba ka thonë merri këto 2 rroba dhe që finosa me të Hamzën vllahun e saj. Po ashtu, pra kështu ka qenë gjendja e sahabeve. Po që është thamë dorëzimi plot ndaj urnave të Allahut, siç e dim rastin kur sahabët e kanë dëgjuar që është ndaluar alkooli. Atër më një herë, pra në ato qase, në ato momente më një herë e kanë nderdhur alkoolin në rrugë të Medinës. I kanë thyer anët, cilët ka pas alkool. Po që është thamë pa kru fare hezitimi, më një herë. Ose disa, se që dim, kër kanë dëgju lajme që është ndru kibla, ata duke qenë namaz, po më një herë kanë ndryshu kiblen, ose drejtimin ka kibla. Nuk kanë prit as një sekund. Më një herë si ka urdhni që ndru kibla, ose lajmi që ndru kibla, ata më një herë duke qenë namaz, e kanë ndryshu drejtimin ka kibla. Po dorëzimi plot, da urdhnit Allahut dhe urdhnit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu në Sahih Buhariu transmetohet që Ibn Umeri radiallahu anhu ju ka treguar njerëzve që ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke puthur gurin e zi. Edhe një person e ka pyet, ka thonë çka ta marrmania nëse ka njerëz shumë kallabllak. A do të patjetër me puth gurin e zi apo jo? Ibn Umeri ka thonë da'a ara'ayta fil Yaman. Këtë fjallën, që ata mërmanja, len Jemen atje. Kjo ka qenë Jemen, len Jemen, mëse mërë më vete. Rajtu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yastellimu al-hajar wa yuqabbilu. Thotë unë kam pa pejgamberin duke prej kurin edhe duke puth. Po mos kundërshton. Ki kujdes. Detyra jote tash është, obligimi jot është me kuptu tekstin, me pranu edhe me përmbajt, pra me punu me këtë tekst. Rastet përjashtuese i kanë pastaj ato fatvat ose përgjigjet që janë veçanta për to. Mirë po më një herë, pra, si ta dëgjosh hadithin e Muhamedit ose ajetin, më një herë, pra, me fillu me kundërshtime, me diskutime, me dilema, kjo e kundërshton dorëzimin ndaj Allahut dhe dorëzimin ndaj pejgamberit. Prandaj po thotë le këto ata mërmënë një mend, mos e merr me vete. Po ashtu Ibn Umeri radiuallahu anhu tregon se
e ka pyetur një person ka thonë rreth kurbanit, a është obligim ajo me prej kurbanin? Atëri Ibn Omeri ka thonë dhaha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimun. I dërguari Allahu dhe muslimanët kanë thirrë kurban. Kjo ka qenë përgjigje. Aja ka përsërit pyetjen. A është obligim ajo? Ka një rajul ta'qil, o njeri thot a kuptonte, pra ki mendje. Unë bëtë thomë ka thirrë kurban pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanët. Ja ka përsërit ai 5 herën e tretë. Edhe kjo ja ka thonë njëtën përgjigje. Pra, ka dosh me tregu që kjo çështje dohon është e prerë, ka përfundu. Momentin që ti e din që pejgamberi sa ka vepruar kështu, atëherë ti do të më shpejtu, mungut me vepruar, me zbatu ato. Mos e ndërlidh bindjen tonë, adhurimin tonë me a është obligim apo jo. Nëse dëshiron me arrit këtë nivel, po me ju dorëzu plotësisht Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë adhurimin tonë dhe bindjen tonë ndërlidhet vetëm me saktësinë e transmetimit. Nëse transmetimi është i saktë, atëherë u krye çështja, ka përfunduar. Po ashtu një person e ka pyetur Ibn Omerin radhiyallahu anhu për namazin në Mina. Pse namazin në Mina falet 2 rekate? Edhe Ibn Omeri ka thonë, a ke dëgju për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam? Ka thonë po kam dëgju dhe kam besu. Atëherë ka thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam pra i ka fal 2 rekate në Mina. Edhe çështja më kry, kjo çështje ka përfunduar. Po s'ka kundërshtim, s'ka domthonë paqartësi. Kështu ka vepruar pejgamberi sa pra ne veprojmë ashtu siç ka vepruar pejgamberi sa. Pra kjo është realiteti i fesë. Po të ndalesh aty ku të ndalin argumentet fetare. Aty ku i vendosin kufit, pra për të më ndalë ty argumentet fetare. Kurani dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po në atë kufin, në ato ku i nësëllën ka shëriat e fjallë osma, të ndalu edhe ti. Dorëzohu dhe në shtrok. Po kjo është e që e ki për detyrë dhe për obligim. Po ashtu Rafi ibn Khadij radhiyallahu anhu tregon se ka në Sahih e Muslimit thot nahana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an amrin kana lana nafi'an wa ta'atu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anfa'u lana. I dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam na ndaloi për një gjë që ishte dobishme për neve. Mirë po bindja ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është më e dobishme për neve. Pa sot bukur janë këto fjalë që i kanë thënë sahabët shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Te nëse ai u thot na ka ndaluar pejgamberi sa bën një gjë që ka qenë e dobishme, mirë po urni i pejgamberit sa është mbi e vendosur mbi kokët e syt ton. Po kështu do të jetë muslimani. Urnat e pejgamberit sa do të më vendosur mbi kokën e syt të tij. Po kështu do të jetë pra fjala e çdo muslimani siç na ka mësuar Allahu. Pra në surën Nur inma kana qawlu al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Vërtet fjala besimtarëve kur të thirrën, të ftohen te Allahu, por me gjyku te Allahu dhe dërguari i tij, pra që i dërguar me gjyku mes tyre, po fjala e tyre është vetëm të thonë dëgjuam dhe u bindëm, respektuam. Pra përmbledh asaj me se ka dallim të madh mes atyre që janë të nështruar, dorëzuar ndaj Allahu subhanahu wa taala ndaj pejgamberit sa dhe atyre të cilët pra janë kundërshtues, të cilët kundërshtojnë, nuk pajtohen edhe e ndryshojnë ose ndrojnë fenë Allah subhanahu wa taala. Prandaj pra muslimani do të më zgjedhë se në cilin prej këtyre 2 grupeve dëshiron me qenë. Prandaj vazhdon pra hala to ende pra vazhdon Imam Tahawi u thot fa man rama ilma ma hudira anhu ilmuhu lam yaqna bit taslimi fahmuhu hajabahu maramuhu an khalis at-tauhid wa safi al-ma'rifa wa sahih al-iman. Ai që synon një dije që Allah ka ndaluar këtë dije për to, pra e ka bë të ndaluar, të penguar. Edhe nuk i kuptuaret e tij nuk është i pajtuar, nuk është i pajtuar që më u dorëzu tekstet fetare. Atëherë thotë që këto synimet e tij dhe qëllimet e tij kanë me pengu ato prej tauhidit të pastër. Për njohurisë ose diturisë të kulluar, edhe për imanit sakt, për imanit shëndosh. Po kush dëshiron me zbulu, kush e ka për qëllim me zbulu një gjë që Allah ka lënë fshehtë për njerëz. Siç e kemi thënë më herët, qëllimi këto është për kejfien, pra se si është realiteti i çështjeve të gajbit. Ato Allah subhanahu wa taala nuk na ka treguar neve. Ose disa prej ujësive të fshehta.
Po këto gjëra ose këto çështje Allah subhanahu wa taala i kalon të shpeshta për neve, po nuk kemi dituri dhe njohuri rreth tyre. Atëherë pra nuk na takon neve me hulumtur rreth tyre. Mirpo ne cila është detyra jon, që është deri tash më nështru më bind, edhe më ndal aty ku na ndalën tekstet fetare. Po autori po thotë që kush nuk vepron kështu atëherë po i sjell këto 3 fjali të cilat janë realisht po se ngjashme me zveti ose sinonime. Po kush do që kërkon këto gjëra mi ditë, mi hulumtu, do thonë mi zbulu. Pra kërkon mi ditë ose hulumton ato çështje që janë Allah i kalon të frehta për neve. Atë ndëshkohet që arrin deri në gjendje domthon që pastaj ka më qenë i dyshimt, ka më qenë domthon konfuz. Edhe zemra e tij gjithmonë ka më qenë në mëdyshje, po nuk e arrin imanin, nuk e arrin bindjen. Autori po thotë fa yatadhabu bayna al-kufri wal-iman. I tillni luhatet mes kufrit dhe imanit. Wa tasdiqi wa taqdhim, mes besimit edhe përnjështimit, wal iqrari wal inkar, edhe luhatet mes miratimit edhe refuzimit. Po këtë rast i përngjon gjendjes së munafikëve, hipokritëve. Allah subhanahu wa taala për ta thotë ortabet kulubuhum fahum fi raybihim yataraddadun. Zemrat e tyre janë të luhatra, dyshimta. Kështu që ata në dyshimin e tyre vazhdimisht luhaten për munafikat. Edhe zakonisht po që kjo luhatje ose dyshim nuk zgjat. Pra ose Allah subhanahu wa taala e begaton njeriu që me pasaj bindje, me qenë i shëndrueshëm dhe stabil dhe me largu dyshimet, ose domethënë Allah subhanahu wa taala bën që ai domethënë më largu ose me dal krejt për festë Allah subhanahu wa taala Allah na rujt. Pra pasaj më ran muhim. Po më kthym rapa krejt. Pra qëllimi këtu është me sqaruar se dëshkimi edhe dënimi për atë i cili nuk pajtohet që mund dal aty ku e ka urdhëruar Allahu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë po ç'është bëhet autori sprovohet me këtë gjë. Pa arrinën e gjendje po thotë është muwaswisan ta'ihan shakkan la mu'minan musaddiqan wala jahidan mukaththiban. Pa arrin deri në nivel që është gjithmonë ka cytje. Që është gjithmonë ka dyshime edhe është i konfuzuar, i përhumbur. As nuk është besimtar i sinqert, as nuk është mohus mohus për gënjeshtrues. Allah na ruaj. Po këtë dënim është dënim për Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala nuk i bën padrejtësi askujt. Qasaj pra fillimisht kur ka hyrë në fenë Allah subhanahu wa taala dhe ka shpall dorëzimin dhe nështrimin ndaj Allah subhanahu wa taala, ka pas obligim këtë që e shpjegojnë ose sqarojmë deri tash. Po më ju përmbajt dorëzimin dhe nështrimin ndaj Allah subhanahu wa taala. Mirë, pa ai ka vepruar të kundërtën. Edhe këtë mënyrë po është ndërshkuar ose ndënuar. Allah subhanahu wa taala thotë: "Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra." Ne ja rrotullojmë atyre zemrat edhe shikimet e tyre ashtu siç nuk i besuan Kur'anit herën e parë. Cila është kjo hera e parë? Po hera e parë kur ja ka dhënë besën Allahu subhanahu wa taala, që kom ju përmbajt Islamit. Pra ka pas obligim edhe detyrë që është thamë deri tash më nështruar dhe më dorëzu. Mirë, po ai nuk e ka pranuar këtë gjë. Po nuk është dorëzuar, nuk është nështruar dhe Allah ka dënuar këtë mënyrë. Siç thotë gjithashtu Allah po për munafiqët në surën Tobe, fa a'qabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdhibun. Allahu i dënoi ata me nifaq, me hipokrizinë e zemrave të tyre deri në ditën kur të takojnë Allahun. Për shkak se thotë ata e thyen besën që ja dhan Allahu subhanahu wa taala. Nuk e përmbushën premtimet që ja dhan Allahu subhanahu wa taala, edhe për shkak se ishin pra që mohonin. Kjo do të thonë ka edhe një shpjegim ose sqarim tjetër përveç asaj që tha më lart ose si shtesë ndaj asaj që tha më lart. E që është se pra njeriu i cili nuk dorëzohet, nuk nështrohet, arrin deri te përhumbja, deri te dyshime dhe vezvesja, cytja. Arsyeja ose shkaku i kësaj e kemi përmendur ndërsa kalum cila është sa ai ka ngarkuar veten e tij më shumë se sa që mundet me bajt ose me përballu nefsit i vetja e tij. Edhe kështu ato pra e kanë lshu forcat e tij. Edhe gjendja e tij është sikur ai i cili e shikon diskun e diellit. Pa ai që e shikon diskun e diellit e dëmton shikimin e tij. Po i dobësohet shikimi i tij. Ose ndoshta edhe verbrohet këtë. Pse? Nga se ai domethënë ka ngarkuar shikimin e tij për te mundësive ose po mundësive që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Edhe i tilli pra i cili vazhdimisht hulumton, pra mundohet me gjet
Pra një gjë që është më lart Allah ka lënë të fshehtë për neve, mundohet me hulumtu me gjeta, do me zbulu. Po një gjë që është e pamundur me arrit deri aty, nga se është për çështjeve të gajbit, atëherë kjo domthonë dëmton veten e tij dhe bien në këto gjëra që i përmenu më lart ose që i përmenu autori më lart. Po kjo është pra ajo gjendja e dyshimit ose përhumbjes, vezesës, konfuzionit që shpesh ndodh te historitë e ta'tilit, pra ata që i mohojnë ose i shtrembrojnë cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Edhe gjendjen e tyre më së miri e përshkruan Shahrastani, i cili ka qenë njëri prej tyre. Edhe tregon po se në çfarë gjendje jetojnë ata. Po ai ka pa vet ata, edhe i ka dëshmu. Ka thonë le amri le kad tuftu al-ma'ahid kullaha wa qalabtu tarfi bayna tilka al-ma'alim. Thotë unë jam shëtit në për të këtë gjitha këto shkolla, për shkollat e këtyre instarëve të kelamit, kelamistëve. Edhe i kam shiku pra këtë ato dijet e diturit e tyre, i kam lezu gjitha. Falam ara illa wadi'an kafa ha'irin aw qari'an sinna nadimin. Thotë edhe mes tyre nuk kum pa veç se njerëz të cilët janë konfuzion, janë dyshim. Ose dikush tjetër i cili thotë u pikllua dhe i ka ra pishmon pse i ka hikë kësaj rruge. Po këta njerëz vazhdimisht jetojnë në dyshime, jetojnë në konfuzion, që thamë, e kështu me radhë, dyshimet marrin konfuzion të madh për shkak se nuk e kanë kërku udhëzimin aty ku duhet. Po çka kemi përmendur në dersën e kaluar, për Ibrahimin e Isam që ka thonë, "Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin." Do thonë për shkak të Zotit im, ai do të më udhëzoj. Po besimtari do të më shku, më kthy te Allahu, te libri i Allahut, te fjalët e pejgamberit, Allah do ta udhëzoj pasaj. Po të tillët nuk e kanë kërku pra udhëzimi prej shpalljes të Allahut subhanahu wa taala. Mirë po kanë shku pra djathtas, majtas në për filozofi ndryshme, rregulla logjike dhe të tjera. Edhe kanë ndro pra në këto devijime dhe këto lajthiti Allah na ruajt. Prandaj pra gjendja e tyre është e ngjashme me këto që po përshkruan autori. Allahu mëshiroft, Imam Tahawi Allahu mëshiroft. Prandaj është për shembull që ata e pranojnë ekzistimin e Allahut. Mirë po kur e përshkruajnë Allahun me cilësi, çfarë thonë? Është përshkruajnë me cilësi që po thojë se nuk ekziston fare. Thonë Allahu nuk është brenda universit, as jashtë universit, as nuk është lart, as nuk është poshtë, as në djathtas, as majtas, e kështu me radhë. Po ky përshkrim e sjell si rezultat pashmangshëm në ekzistencë. Për këtë arsye pra ata janë në kësi dyshime, janë në kësi përhumbje dhe konfuzionet, domethënë konfuzion të madh. Po çfarë bëhet ato? As nuk janë prej atyre që kanë besu vërtet, as nuk janë prej atyre që kanë mohu domethënë qartë. Mirë po kanë rënë në kësi dyshime dhe në kësi me dyshje dhe konfuzioni. Allah subhanahu wa taala domethënë lutem që na ruaj për këtyre dyshimeve dhe këtyre domethënë devijimeve. Pastaj kanë mbetë ende me folrat kësaj çështje për cilën inshallah do të flasim edhe pak. Do të përmendim pra shkollat e këtyre racionalistëve, ku bazohen ata, pa cilat argumente i përdorin kështu me radhë. Për këto do të flasim në dersin e ardhshëm. Allah subhanahu wa taala dhe më mirë, Allahu alem, Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.